Në Houston të Texasit, ku mbahet konferenca më e madhe në botë për shkencat planetare, Lunar and Planetary Science Conference, këtë vit spikati një emër nga Kosova. Shkencëtarja e re Pranvera Hyseni mori pjesë për herë të tretë në këtë ngjarje prestigjioze, ku mblidhen mbi 2000 studiues nga e gjithë bota për të prezantuar kërkimet e tyre. Hyseni pati mundësinë të prezantoj punën e saj shkencore në skenë, duke theksuar se për të, krenaria më e madhe nuk ishte vetëm prezantimi i studimit, por fakti që përfaqësonte Republikën e Kosovës. Për mua krenaria e madhe nuk është të dalë në skenë të tregoj vetëm për asteroidin, por të dalë të prezantohem prej Republikës së Kosovës. Edhe ne të Kosovës mundemi t'i tregojmë NASA-s për astronomi, deklaroi Hyseni në një video të ndarë në TikTok. Në përfundim të konferencës, u ndan çmime për prezantimet më të mira, ku Pranvera u vlerësua me çmimin Best Oral Presentation, duke u renditur ndër më të mirat në mesin e mira shkencëtarëve. Në mesazhin e saj motivues, ajo i u drejtua studentëve në Kosovë, duke i inkurajuar të ndjekin ëndrat e tyre, pavarësisht sfidave. Mos u ndalni dhe mos u friksoni që jeni nga Kosova. Para 5 viteve kam qenë në livadhe duke i ruajtur lopët, ndërsa sot konkuroj me shkencëtar të NASA-s, tha ajo.